është e thonë, ka ndryshuar e thonë. Ka arrit me ndërtuar konsensus politik për një figurë që kështu nuk ka qenë. Tu është zonja Osmani pa dyshim që është favorite. Do të duhet jetë favorite, po dy arsye madhore. Do duhet jetë dhe është dallojnë. Po, do duhet jetë, po dy arsye që po duhen me numëruar, si para deputetëve të kuvendit, si para partive politike, si para qytetarëve të Republikës. Në një, Alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kum pas thonë moti kushtim që amerikanë kanë llogaritë që Vjosa Osmani do të jetë ajo diga e fundit që i mbrojnë raportet Kosovë-Amerikë. Dhe ajo që kështu ka dalë, në fund, u po që ajo ka një kontakt edhe personal me presidentin Trump. Në marrëdhënie ndërkombëtare, i duhet një Vjos Kosovës me mojtë që të lidhje në aleancën e pashmangshme jetike me Amerikë një, mu afru me NATO 2, do thot me institucionet e sigurisë botnore, dhe me një prezentim edhe si zoj, edhe si një profesor universitar i ditun, nuk ka vërejtje, por ja që edhe në situatë kur kjo e pengon vetë vendosjen, përkatësisht Albin Kurtin. Nuk mundet me toleru zoti Kurti një person që ja merr primatin skenën ndërkombëtare. Se po i pengon Vjosa Osmani Albin Kurtit? Absolutisht po. Tash ma u po pengesë.